Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish ditën e sotme. Fillimisht një herë të gjithëve dua t'ju uroj një ditë të bukur dhe pasi që më kam shumë mesazhe në fakt se çfarë po ndodh me Brikenën, ku është Brikena, pse është humbur Brikena. Brikena dje ka qenë në Tiranë, është realizuar fan klubi i cili ka ndryshuar ditë nga dita e diel do të shfaqet sonte. Dhe pikërisht tani do të komentojmë se çfarë do të ndodh sonte në fan club, çfarë ka fol Brikena. Unë kam siguruar fotografinë si ka qenë e veshur ajo, si duket. Do ta shihni tani në video, do t'ua sjell. Brikena ka qenë glamur, ka qenë një herë pikë së pari jashtëzakonisht e lumtur për pjesëmarrjen e saj në Big Brother. Çuditërisht nga të gjitha komente që po fliten, nga të gjitha analizat që po bëhen, që Rogerti ja mori vendin, që Rogerti ja mori fitoren, që Brikena ishte më shumë e votuar. Brikena ka qenë shumë e lumtur që ka arritur deri në këtë pikën, realisht në një agresion aq të madh sa është Big Brother i brenda të arrish deri në gjysmë finale, mund të themi në 30 banor që kanë hyrë dhe kanë dalë aty. Nuk është e lehtë dhe duke imagjinuar, duke patur një lojtar në krah si Rogerti, që nga mëngjesi deri në darkë të shkatron psikologjikisht. Brikena ka shprehur shumë lumturi, ka shprehur shumë dashuri ndaj fansave të saj, ka qenë e mahnitur me të gjitha të respekt, me të gjitha të dashuri, me të gjitha të vlerësim që i kanë dhënë shqiptarët gjithandej. Brikena nuk e ka pritur që të arrijë në këtë stadin. Ajo kishte një lloj fame sepse vinte nga një rrugë e cila u vlerësua botërisht, Brikena është përfolur në të gjitha mediat botërore, është komentuar, por nuk e priste që shqiptarët do ta mbështesnin kaq shumë. Fillimisht një herë në studio do t'jenë Brikena dhe Shëndriti të pozicionuar tek karikja e Arbrit edhe Monikës. Këtë herë spektakli do të mbahet në ambientet ku Ledioni e mban prajmin çdo javë, do të jetë një spektakël glamur ndryshe nga spektaklet e tjerë. Do të ketë këngë, do të ketë valle, do të ketë argëtim, do të jetë e fokusuar 5 orë transmetimi në fan clubin dhe rrugtimin e të gjithë banorëve në fakt që kanë qenë deri në këtë gjysmë finale. Kjo gjysmë finale i përkushtohet fan clubit të madh. Ju po e shikoni gjatë kohës Brikenën, Brikena ka përzgjedhur që të jetë me një fustan të kuq, që nuk kupton fustani i kuq është dashuri, është pozitivitet, është energji e mirë, rrugtimi i ri që Brikena tashmë po e ndërton në jetën e saj. Tani do të ndalojmë pak tek se çfarë ka thënë ajo për marrëdhënien me Mateon, çfarë ka thënë ajo për deklaratën e motrës së Mateos që tha që Mateo mund të ishte më i afërt me Selin, por ne jemi të lumtur që e kemi Brikenën në krah, dhe a është takuar Brikena me familjen e Mateos. Këto janë pyetje që më së shumti më kanë ardhur në adresën time në Instagram. Fillimisht një herë Brikena ka qenë shumë e lumtur për ndjesinë që ka patur me Mateon. Por komentimet të cilat janë bërë lart edhe poshtë që Brikena e ka lodhur Mateon, e ka shkatruar Mateon, e ka rënduar shpirtërisht, Brikena ka dhënë vetëm një përgjigje të vetme, që unë këtë gjën e bëra në formën se siç e ndjeja. Unë tha, ajo ka thënë që unë e shikoja te Mateo që ka një vërtetësi, që unë e shikoja te Mateo që ka një ndjenjë, që unë e shikoja te Mateo që ka një dashuri dhe dëshiroja që këtë momentin t'ja lë kohës. Jam gazetari i parë realisht dhe jam krenar për këtë gjë që e besova te ky çifti, kur askush nuk besonte sepse shkëndijtë e tyre ishin, unë besoj në rikthim me dashurish. Dhe pikërisht Brikena dhe Mateo patën një rikthim të emocioneve të mëhershme 4 vite më përpara. Dhe ju mund të thoni, ok Tiron, po Brikena e ka parë se çfarë dashurie ka jashtë Mateo, se çfarë mbështetje ka jashtë Mateo dhe me se s'bën e ka pranuar. Unë nuk them kështu. Unë them që Brikena nuk është vajza e cila intereson se çfarë famë ka Mateo jashtë, sepse Brikena famën e saj e ka. Nëse shkojmë në aspektin e Instagramit, 364.000 ka Brikena, tek 100.000 është Mateo, Brikena ka super më shumë famë se Mateo. Por mendoj që e ka vlerësuar dashurinë, e ka vlerësuar përkushtimin e djalit Mateo, që kishte kundër drejt fenomenit, unë do ta them, Brikena. Si është komentuar dashuria e saj, unë mendoj që Brikena do të bëjë një lloj krahasimi të mundshëm me Kiara Titon, sepse edhe Kiara kishte një rrugtim të tillë, është përfolur kjo gjëja, është përfolur takimi i nënës së Mateos me Brikenën, një moment që Brikena
tashmë do ta sqaron, a ishte e bërë për kamera apo ishte e bërë vërtet e ndjerë, ashtu e ndjeu ajo që ta puthte, nëse nuk gabohem, Zana quhej nëna e Mateos. Dhe pikërisht do me thënë, sonte kemi deklaratat më të forta. Unë kam arritur t'i zbuloj këto gjëra, sepse shqyqër zot na i sollën informacionet. Brikena futet e para në sken, Shëndriti futet i dyti në sken, do me thënë Brikena e ka momentin më glamur, gjithashtu dhe Shëndriti e tregon rrugtimin e tij. Është një mbrëmje super gala. Kiara do t'jetë në një formë krejtësisht tjetër, do me thënë edhe Kiara ka përzgjedhur një fustan glamur nga një dizajnere nga Kosova. Do me thënë është speciale natë. Si do të vazhdon marrëdhënia e Brikenës dhe Mateos? A do të kemi një marrëdhënie jashtë dhe pse Brikena nuk e ka mbështetur deri më tani Mateon, se tani më kujtua kam patur dhe pyetje të këtilla. Brikena edhe për këto ka dhënë deklarata, jo që nuk e ka mbështetur Mateon, po do me thënë afati kohor që nga momenti që Brikena ka dalë nga shtëpia dhe deri dje që është realizuar premiera e radhës e Fan Clubi, do me thënë është një afat shumë i shkurtër për t'u marrë me celularin dhe për ta mbështetur, do me thënë, Mateon. Po gjithsesi ajo vazhdon të jetë suporti Mateos më i madhi, do të jetë edhe në finalen e madhe duke pritur Mateon, do ta mbështetën edhe gjatë ditëve në vazhdim në Instagram, se fundit Brikena e ka parë që Mateo nuk ka nevojë për mbështetjen e saj, ka një fanbase jashtëzakonisht të gjerë, i cili i qëndron 24/7 besnik Mateos në për të gjitha postimet që ai po bën, dhe familjen e Mateos e ka takuar, do me thënë motrën e ka takuar me një herë pas spektaklit, nuk është se kanë postuar në një fotografi, e di që kanë shkëmbyer edhe mesazhe të dyja, do me thënë Brikena aktualisht njerë është duke u çmallur dhe duke u çlodhur, sepse Big Brotheri të lodh. Pa tjetër që ka takuar familjarët e saj, pa tjetër që ka udhëtuar në Kosovë, sepse nëse nuk e ka babain dhe nënën e ka në Itali, po ka një rreth më të gjerë të familjes atje për t'i takuar, ka marrë kohën e saj për t'u relaksuar dhe për t'u qetësuar nga gjitha ajo dinamik. Do me thënë Brikenën sonte do ta shikoni më glamur se kur, më të lumtur se kur, më të qeshur se kur, dhe dashuria e saj për Mateon me patjetër që do të vazhdoj jashtë. Dhe halli më i madh i juaj ka qenë, ai ka pranuar lulet e Mateos. Po, i ka marrë lulet e Mateos. Produksioni është kujdesur për lulet që t'ia dërgojnë në destinacionin ku Brikena ka qenë e pozicionuar në Tiranë. Do të thënë ka ndenjur në të njëjtin hotel së bashku me Shëndritin. Aty ku produksioni është kujdesur për gjithçka, se çfarë duhet ato, do të thënë, të bëjmë për Prime-in që do të jetë sonte. Live, do të thënë, transmetimi nuk do të jetë live, është bërë me xhirim, e gjitha do të jetë e montuar, por besoj që është një spektakël jashtëzakonisht i bukur që sonte do të na argëton të gjithëve. Unë uroj gjitha të mirat Brikenës, me patjetër që do të jemi besnik për të ndjekur rrugtimet e saj, që tashmë jam i bindur që do të jenë të mëdha, sepse televizioni Top Channel është ndjekës i klikimeve dhe me patjetër që Brikena do të ketë një pozicion të caktuar në këtë televizion, dhe do shohim se çfarë do të ndodhë në marrëdhënien e tyre me Mateon, me daljen e Mateos nga shtëpia e Big Brotherit.